Dje rreth orës 11:20 në bulevardin Iliria në Tetov, pjesëtarët e policisë së Tetovës privuan nga liria AI 23 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se ai drejtonte automjetin e udhëtarëve Audi me targa të Tetovës me shpejtësi prej 103 km/h, në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h. Po ashtu dje rreth orës 11:50 në rrugën rajonale Zhelin, fshati Egunoc, pjesëtarët e policisë së Tetovës privuan nga liria IR 41 vjeç nga fshati Slatin. Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se ai drejtonte automjetin e udhëtarëve BMW me targa të Tetovës me shpejtësi 104 km/h, në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h. Dje rreth orës 12:18 në bulevardin Iliria në Tetov, pjesëtarët e policisë së Tetovës privuan nga liria BT 23 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se i njëjti drejtonte automjetin e udhëtarëve Golf me targa të Tetovës me shpejtësi prej 111 km/h, në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 50 km/h. Dje rreth orës 12:58 në rrugën Tetov-Gostivar, në pikën e pagesës rrugore Gostivar, pjesëtarët të policisë së Gostivarit privuan nga liria NB 25 vjeç nga Shqipëria. Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se ajo drejtonte automjetin e udhëtarëve Golf me targa kombëtare të Kosovës me shpejtësi prej 189 km/h, në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Dje rreth orës 14:44 në rrugën Tetov-Gostivar, në pikën e pagesës rrugore Gostivar, pjesëtarët e policisë së Tetovës privuan nga liria RV 19 vjeç nga fshati Vic. Gjatë kontrollit me radar është konstatuar se ai drejtonte automjetin e udhëtarëve Volkswagen me targa të Tetovës me shpejtësi prej 156 km/h, në vendin ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, ndaj tyre do të ngrihen padi sipas nenit 297A të Kodit Penal, drejtimi i pakujdesshëm i mjetit motorik.